Një fosh një rreth një vjeçare ka ndruar jetë mbrëmjen e djeshme në spitalin e përgjithshëm të Kërçovës, pasi ishte sjellë në gjendje të rëndë shëndetësore. Siç bëjnë të ditur nga policia, foshnja e lindur në vitin 2024 është pranuar në repartin e pediatrisë në gjendje kritike, ndërsa pavarësisht ndihmës së ofruar dhe përpjekjeve për reanimim, mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë. Mjekët kanë konstatuar vdekjen pa shenja dhune. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i foshnjës është dërguar për autopsi. Ka njoftuar për mediat zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Ohër Stefan Dimoski. Rastin e ka konfirmuar edhe drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm të Kërçovës, Dr. Maja Cvetanovska-Trajkovska. Ajo në një deklaratë telefonike për televizionin Uskana tha se foshnja është pranuar në gjendje të rëndë shëndetësore dhe se pavarësisht intervenimit të ekipit mjekësor nuk është arritur që të shpëtohet. Во текот на вчерашниот ден, околу 22 часот и 10 минути, во рамки на нашата установа ЈЗО Општа болница Кичево, на одделот за детски болести е донесено дете од околу 20 на месеци во многу тешка општа состојба, во агонија со мнолентност со централна и периферна цијаноза. Веднаш по прием дежурниот лекар ги направил сите потребни тераписки модалитети што може да се дадат. Направена е реанимација, меѓутоа истото за жал за кратко време е починато на одделението.